Deputeti socialist Erion Braçe publikoi sot një reagim të fortë kundra asaj që ai e përshkruan si betonizim të pakontrolluar të Farkës, duke lidhur drejt për drejt me aktivitetin ndërtimor të Fatmir Bektashit. Ai nënvizoi se ndërtimet po shkatrojnë kodrat dhe po zhdukin hapësirat natyrore, ndërsa qeveria nuk ndërhyn për të vendosur kufi të qartë për zhvillimin urban. Braçe akuzoi hapur se projekti kompanisë që po ndërton vilat në Farkë është pjesë e një vazhdimësie ndërtimesh që nuk respektojnë ekuilibrin mes natyrës dhe territoreve të banuara. Ai publikoi edhe një thirrje drejtuar qytetarëve ku shkroi: "Dallg betoni në kodrat e Farkës, boll me këtë dallg halucinante që këtu quhet balad dhe atje quhet mangalem. Tani edhe ju që blini, boll blet që thjesht flinin konvikt, boll." Në reagimin e tij, Braçe kërkoi që politikat e qeverisë të zhvendosin vëmendjen te bujqësia. Ai theksoi se shteti duhet ndërtojë një model që jep tokës bujqësore vlerë ekonomike më të lartë se sa shitja e saj për ndërtim. Ai deklaroi se kjo është mënyra e vetme për të ruajtur territorin dhe për të ndaluar shpërndarjen e betonit në zonat që janë pjesë e sistemit të gjelbër të Tiranës. Braçe shtoi se Farka është kthyer në një shembull të qartë asaj që ndodh kur institucionet nuk vënë kufi dhe kur ndërtimi bëhet mekanizëm dominues që shtyn periferinë drejt humbjes së identitetit natyror. Në reagimin e tij ai theksoi: "Duhet një ekuilibër i ri mes natyrës dhe ndërtimit, dhe niste bujqësia, jo te ndërtimi. Duhet bërë bujqësia të prodhojë më shumë para se sa pjesa e tokës bujqësore që shitet për të bërë dallg." Kompania Kontakt SHPK, që po zhvillon kompleksin me 14 vila, figuron zyrtarisht në pronësi të Fatmir Bektashit. Lidhjet e tij të mëparshme me Argita Berishën dhe Jamar Bormaltezin janë të njohura, sepse Bektashi ka ndërtuar me ta projektin e kullave të ish kompleksi Partizani. Kjo tregon se ndërmarrja e tanishme nuk është e izoluar dhe se investimi është pjesë e një rrjeti ekonomik që përfshin individ të lidhur me familjen Berisha. Kompleksi Farkës nuk ka probleme me leje, sepse Këshilli Kombëtar i Territorit e ka miratuar dhe këtë vendimarrje e ka drejtuar vetë kryeministri Edi Rama. Kjo krijon terrenin për një konflikt të dukshëm interesësh. Nga njëra anë, Bektashi bashkëpunon në projekte të mëdha me Argita Berishën dhe Jamar Bormaltezin. Nga ana tjetër, leja e Farkut vjen nga qeveria e Ramës. Kjo përputhje interesave të dy kampeve politike për një projekt të vetëm sjell pyetje të drejtpërdrejta për marrëveshjet e heshtura që mund të kenë ndodhur në procesin e miratimit të lejes. Ndërkohë, publikisht palët vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për kapje të shtetit dhe për korrupsion, por në praktik, projekti i Farkës i gjen në të njëjtën linjë të investimit. Kompleksi Balada, me vilat e stilit të ngjashëm me hangar, është konceptuar nga një studio holandeze dhe po ndërtohet në një zonë të lakmuar të Farkës së Madhe, Buzunazës. Nuk ka transparencë për vlerën reale të investimit, nuk ka të dhëna të qarta se si është siguruar toka që rezulton se ka qenë pronë shtetërore, nuk ka dokument publik që të tregojë burimet e kapitalit që mbështesin miliona euro që po hidhen në këtë projekt. Këto mungesa i shtojnë ndyshimet sepse çdo investim i kësaj shkalle kërkon verifikim të detajuar të kapitalit, të origjinës së tij dhe të gjithë procedurave të ndjekura gjatë prokurimit të tokës. Fatmir Bektashi është me 2 dosje në SPAK. Kjo tensionon edhe më shumë situatën, sepse qeveria i jep lejen në ndërtimin një personi që është në nënhetim për çështje të lidhura me aktivitetin e tij në ndërtim.